Historianët numërojnë 12 gjyshe që e kanë emrin Atike. Ata kur e shitët, çfarë thanë për pejgamberin alayhis salatu wassalam kur u dërgua? I thanë, a nuk gjeti Zoti ndonjë tjetër veç teje? A nuk pati Zoti ndonjë melek që ta dërgonte për këtë mesazh? Sepse ishte ai vizioni, thon ndryshe, dhe ky vizion ç'është e vërteta ose ky konceptim është edhe tani. Që për të përcjell diçka hyjnore nuk mjafton pjesa njerëzore. Pra Zoti me madhnitë vetë ka bërë në çdo gjë të dërguarin e Zotit, domethënë procesi i tij shumë natyral. Përse që të jetë afër njerëzve. Se duke qenë pranë njerëzve është i njohur për ta. Ai flet gjuhën e tyre. Pejgamberi flet gjuhën e tyre, vjen nga mesi i tyre. Nuk është se erdhi nga një botë e panjohur, jo, vjen nga mesi i tyre i dërguari i Zotit. Dhe duke ardhur nga mesi i tyre, çfarë ndodh? Ndodh që e kanë më të pranueshme për të pranuar mesazhin e tij. Është akoma dhe më e lehtë, është akoma dhe më e thjeshtë. Duan apo s'duan njerëzit? E njohin se nga kush vjen. Ndaj kur thash ai i pejgamberit alayhis salatu wassalam krenohet me prejardhjen e tij, jo vetëm me prejardhjen nga ana e babait, por pejgamberi alayhis salatu wassalam krenohet me prejardhjen e tij nga ana e nënës. Ku thot ibnul awatik, un jam biri ose rrjedh nga femrat me emrin Atike. Në prejardhjen e pejgamberit nga ana e nënës, ka pas një gjyshe pejgamberi alayhis salatu wassalam që ka pas emrin Atike, dhe gjyshet e profetit nga ana e nënës, nga ku rrjedhej, historianët numërojnë 12 gjyshe që e kanë emrin Atike. Ndaj dhe krenohet dhe thot ibnul awatik. Unë rrjedh nga këto femrat me emrin Atike, më falni.